Parashikimi e Elon Musk: pas 5 viteve nuk do të kemi më telefona. Elon Musk ka bërë një nga parashikimet e tij më radikale deri më sot. Telefonat, aplikacionet dhe sistemet operative do të bëhen të panevojshme brenda 5-6 viteve të ardhshme. Në një bisedë fundit me Joe Rogan, miliarderi dhe CEO i Tesla, SpaceX deklaroi se jemi shumë pranë një bote ku çdo ndërveprim njerëzor do të kalojë përmes inteligjencës artificiale. Sipas tij, në të ardhmen e afërt nuk do të ketë më telefona, nuk do të ketë më aplikacione, nuk do të ketë më sisteme operative.